Përshëndetje, rikthehemi sërish në challenge, më mungon shumë ajo e jona e dikushme që bëja video me ushqime dhe pikërisht sot do të provojmë frutat e ngrira më virale që janë në të gjithë botën. Kam parë gjithandej të huaj dhe shqiptar që i kam provuar këto fruta dhe vetëm unë beta pa i provuar sepse ashtu ka qenë situata ime dhe derisa të isha gati. Por sot po e bëj këtë challenge për të gjithë ju që ju ka munguar ajo e jona e dikushme që bënte challenge, kështu që unë do t'ju marr me vete. Hajdeni me mua të shkojmë tek vendi ku kam gjetur frutat e ngrira dhe mezi prisja që këtu në Pogradec të ishte një vend i tillë ku unë mund t'i provoja sepse edhe kur kam pyetur më përpara nuk kishte. Kështu që me që i gjeta, ikim bashkë dhe i shohim. Ndërkohë që po shkojmë, shikoni sa bukur duket Pogradeci. Kjo vjeshta është e mrekullueshme. Vendi ku do provojmë frutat e ngrira është këtu. Unë sa po jam ullur këtu, ja tregova edhe pak më parë vendin se ku mund t'i gjeni, kështu që unë po e shoh që po më vinë frutat dhe janë me të vërtet fix fruta. E shikoni çfarë bën Pogradeci? Mezi po pres që t'i provoj të gjitha. Atëherë kemi limonin, kemi kokosin, pjeshkën, mollën dhe lajthin. Ja, është lajthia këtu sipër. Tani mezi po pres që t'i provoj. Do t'a nisi me limonin. Shikoni pak si është branda. Ka fiks atë shijen e limonit, edhe është ajo kërcitja që bën krap. Tani unë do bëhem pak pi, sepse normalisht këto janë me mbushje kremi dhe do më duhet gjithkohës të pastrohem. Tani mezi po pres që të provoj këtë kokosin. Faleminderit. Kokosi nuk është shumë i ëmbël, më pëlqen shumë shija. Limoni ishte pak më në shijet e mia sepse ka dhe atë aftësinë, por dhe kjo është shumë e mirë. Në fund fare do t'ju them se cila më pëlqeu më shumë dhe cila më pak, të shohim si do jenë deri në fund. Ndërkohë që kjo shija e kokosit ka këtë çokoladën sipër, që ka shumë shije të mirë. Tani do provoj pjeshkën, shikoni sa bukur që është bërë, domethënë edhe ngjyra edhe forma është super. Gjëja që më pëlqej ka shumë tek të treja që po provoj është që nuk janë shumë të ëmbla, pra nuk të velin, sepse kam parë review të ndryshme nga të huaj dhe shqiptar që tregojnë që janë shumë të ëmbla, që të velin, por kjo me vërtet që ka të shijen shumë të mirë që nuk të vel. Tani do vazhdojmë me mollën. Edhe molla është shumë e mirë. Në ndryshim nga këto të tjerat, molla është paksa më e ëmbël. Pra këto ishin aty, kjo ka pak shije më të ëmbël. Ka dhe këtë mbushjen, siç mund ta shikoni. Edhe bishtin. Jam kurioze t'ja ha bishtin. Që ka i shishëm. Tani e ka radhën lajthia. Lajthia ka super shije, ka dhe këtë mbushen këtu me çokoladë. Mund ta them që tani që kjo është ajo që më pëlqeu më shumë, kjo me lajthin, mbase nga shija e çokoladës. Po me të vërtet që kjo qen ka super. Nga pamja, të them të vërtetën, isha pak skeptike. Më dukshte shumë e bukur pjeshka, limoni, edhe shijen e kanë super të mirë, por kjo për mua është në vendin e parë, domethënë. Kësa do t'i jepja 10 nga 10. Ta ande këtë lajthin. Tani unë frutat i provova, por me sa më thanë, ka edhe 2 produkte të tjera që janë të ngrira, nuk janë fruta, janë diçka tjetër, do t'ja tregoj tani sa po të më vi porosia. Sepse me të vërtet që ishin shumë cute, kështu që pres të më vinë dhe do t'ja tregoj dhe ju. Dhe pikërisht bëhesh fjalë për këto 2 këtu, donuts dhe bubble. Provojmë një bubblein. Është sipër kështu me marshmallow. Jam shumë kurioze. Se frutat i kisha parë, por këto donuts edhe bubble jo. Shikoni pak kjo mbushja këtu. Kjo mbushja me këtë ngjyrën blu, nuk e di çfarë kremi është, po ka super shije të mirë.
ka tamam atë shijen e babolit. Dhe tani me zy po pres që të provoj donatsin. Donats ka shumë të shishëm këtë mbushjen e kremit, me sa duket është krem pasticcerie. Shikoni pa ky kremi këtu. Është me të vërtet shumë i shishëm. Për mua dhe donats është një nga të preferuarat nga këto që kam provuar deri tani. Tani do t'ja u tregoj me radhë se cila më pëlqeu më shumë edhe nota që do t'i jap. Sepse nuk ju dash nota ndërkohë që i provoja. Limoni 8 nga 10. Kokosi dhe kokosi 8 nga 10. Pjeshka 9 nga 10, më pëlqente mbushja. Edhe molla ishte e mirë, 9 nga 10. Dhe pastaj kemi donats që ja u thash 10 nga 10, më pëlqeu shumë. Por babolit do t'jepja 9, por po jap 10 për një gjë që është shumë e veçantë si mbushje. Pra mbushje si kjo dhe me shije baboli e kisha ndjer vetëm në ato ëmbëlsirat që janë me akullore ose në pasticcerie, që mund të jenë shumë të veçanta, domethënë nuk është që janë gjithmonë në shitje. Kështu që dhe babolin 10 nga 10 dhe duhet të zgjedh të preferuarën time që e kam shumë të vështirë midis donats dhe lajthis. Atëherë nga të dyja këto do zgjidhja nuk i ndaj dot. Nga pamja është donats, por nga shija është lajthia. Pra lajthis do t'i jepja çmimin e parë dhe ajo që më pëlqeu më pak nuk është që diçka më pëlqeu më pak, por haj po themi këtë zgjedh kokosin base. Edhe limoni okej ishte. Kjo pra ishte video, nuk e di si u është dukur, por unë jam kënaqur, kam provuar kaq shumë ëmbëlsira dhe prap nuk ndihem shumë e velur. Pra do t'jepja pikët maksimale për pjesën e sheqerit që nuk kanë shumë sheqer, janë shumë cilësore të gjitha ëmbëlsirat, pra duket që mbushjet e saj kanë mbushje shumë cilësore dhe jo ndonjë mbushje që mund të jetë e velshme dhe që nuk e ha dot. Kështu që siç mund ta shikoni, unë dhe ujë kam pirë shumë pak. Që ta është gjithë këto ëmbëlsira dhe të pish kaq pak ujë do të thotë që me të vërtet nuk të velin. Kështu që për mua ishte një super challenge, më kishte marrë malli të rikthesha me këto challenge, nuk e di si u është dukur video. Nëse ju ka pëlqyer, më lini një koment edhe ndonjë ide tjetër se çfarë do doni të shikoni në ndonjë challenge të radhës. Para se të ikë, do t'ju tregoj edhe pak ambientin këtu tek Happy Corner në Pogradec dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Paçim!